Policia e Shkodrës njoftoi arrestimin e 2 personave madhor dhe procedimin penal në gjendje të lirë për 5 shtetas të mitur, 4 prej të cilëve 17 vjeç dhe një tjetër 16 vjeç, të përfshirë në sherrin masiv që u regjistrua të premten pranë një gjimnazi në qytetin e Shkodrës. Në pranga kanë përfunduar shtetasit Klevin Thepi dhe Doronesto Kulla. Policia thotë se këta shtetas janë konfliktuar për motive të dobta në lagjen Kongresi i Përmetit. Nga sherri masiv me sende të forta dhe armë të ftohta, kanë mbetur të lënduar 2 17 vjeçar që policia thotë se janë me dëmtime të lehta dhe pa rrezik për jetën. Përplasja mes të rinjve ka ndodhur pranë gjimnazit Shejnaze Juka dhe është filmuar nga kamerat e sigurisë. Pamjet tregojnë rreth 15 persona që goditen me njëri tjetrin me sende të forta dhe doreza hekuri. Ky është një rast i përsëritur vetëm disa ditë pas tragjedisë së shënuar në Durrës, ku në konfliktin mes 2 adoleshentëve ndërroi jetë njëri prej tyre.